Muaji dhjetor shënon një ngjarje historike për qytetin e Elbasanit dhe trojët shqipfolëse. Shënon hapjen e shkollës normale, shkollës së mesme të parë shqipe, për të kujtuar këtë datë historike, por edhe për të vlerësuar mësuesin e nderuar të gjuhës shqipe dhe ish normalistin Rudolf Deliana, u mbajt një ceremoni nderuese në formë homazhi. Mustafa Katzadeh, historian, referoi për atë pranishmëve një pjesë të historisë së ndritur të Elbasanit në formimin e brezave të ri dhe zhvillimin e arsimit e kulturës. Qëllimi i Kongresit të Elbasanit në vitin 1909 nuk ishte një ngjarje e rastishme, por një rezultat i natyrshëm i rrethanave historike, politike dhe kulturore që po përjetonte Shqipëria në fillim të shekullit 20. Në këtë klim të re të aspiratave kombëtare, një qytet si Elbasani u bë qendra ideale e hapave të mëtejshëm për arsimim. Qysh në fillim të shekullit 20, ky qytet njihej nga qendrat më të zhvilluara kulturore dhe arsimore të vendit. Qyteti kishte një traditë të hershme në arsimin laik, në botimin e librave dhe në mbështetjen e lëvizjes kombëtare. Patriotë Elbasanos, si Aqif Pash Elbasani, Lef Nosi, Shefqet Dahiu dhe shumë të tjerë, kishin luajtur një rol të rëndësishëm në hapjen e shkollave shqipe. Kjo elit vendase krijoi një mjedis të hapur dhe të sigurt për zhvillimin e një veprimtarie aq të rëndësishme kombëtare siç ishte Kongresi i Elbasanit. Ndërkohë, ish mësuesi Eduard Hoxholli foli për rolin konkret të Normales dhe se si e pritën Elbasanasit çeljen dhe evoluimin e institucionit arsimor. 18-a ditë e vjeshtës së tretë shkruan të Dielli i Amerikës, është një ditë e madhe e shënuar për Elbasanasit. Dhe kujtimi i saj kurdoherë lulëzueshëm e madhështor ka mbetur në shpirtat tanë. Citoj: "I qoftë të lavë dhe nder Elbasanit, që me atë dhesirë dhe me përparim të vet, u vu në krye të qyteteve tjera e po hap sot të shkollë, nga e cila do të përhapet drita e mësimit ndër të gjithë vendin tonë. Elbasani do të vjonte fjalën e tij drejtori i parë, zotni Luiq Gorakuqi, si kundër është mesi i Shqipërisë landore, ashtu do të jetë dhe mezi i Shqipërisë mendore. Do të jetë truri, do të jetë zemra e gjithë shqiptarëve." Ngjarjet e mëvonshme treguan se shkolla normale dhe populli i Elbasanit ishin një edhe të pandarë. Në fund, Këshilli Bashkiak i Elbasanit i akordoi pas vdekjes titullin e lartë qytetar nderi për mësuesin e nderuar të gjuhës shqipe dhe ish normalistin Rudolf Deliana, me motivacionin për kontributin, pasionin dhe përkushtimin e tij në formimin e brezave të ri dhe zhvillimin e arsimit e kulturës në qytetin e Elbasanit. Titulli u dorëzua familjes, konkretisht vajzës së Delianës, e njohur për profesionalizmin, integritetin dhe aftësinë për t'i frymëzuar të rit. Deliana mbetet një figurë model në historinë e arsimit të qytetit. Përveç punës si mësues, ai drejtoi edhe shoqatën Normalisti, duke bërë një nga figurat kyçe për ruajtjen e traditës së shkollës normale.